udhëtojmë për Londër, do shkojmë të kalojmë fundjavën atje, tek shtëpia e kushëririt, edhe Ejani t'u tregoj gjithë udhëtimin. Neve na çoi burri te stacioni trenit me makinë, i dha dhe djalit këto, i tha të keqen babi të blesh diçka, po të keqen unë, se vetëm ato do blej djali, nejse mos hapim atë muhabet. Edhe u nisëm me trenë, është 1 orë e gjysmë me 2 orë nga Doncaster, Londra, varet se sa ndalesa bën treni, është shumë rehatshëm, shumë qetë dhe ja vlen vërtetë, se ka pamje të bukura, edhe pa e kuptuar fare gjë aty. Tani neve arritëm tek stacioni në King's Cross, St. Pancras, si quhet King's Cross quhet vendi ku arrin trenat, edhe më kishte munguar shumë se unë aty punoja kur jetoja në Londër, në restorant aty, edhe është gjithmonë shumë busy, ka shumë lëvizje, se janë edhe trenat që nisen për në Francë, për në Gjermani, se janë 2 staciona, po nejse bëhet një çiknami aty. Po shikur në underground të treni nuk kishte lëvizje kur udhëtonim neve, se arritëm në orën 12 më duket, diçka e tillë, domethënë nuk është busy time në këtë kohë, nuk ka shumë lëvizje, edhe ishim rehat, aman se kur ka lëvizje në underground nuk e droj dot fare, bëhet nami, një nga arsyet që ka nga Londra. Edhe aty u takua me kushëritë. Shifemi së shpejti.